Pas uljes së çmimeve të derivateve të naftës, kryeministri Hristijan Mickoski paralajmëroi tregtarët se duhet edhe ata të ulin çmimet e produkteve bazë, të cilat janë shtrejtuar muajt e fundit. Ai tha se sot do të ketë takim në qeveri me përfaqësuesit e kompanive distribuese dhe marketeve për të diskutuar për këtë temë, duke shtuar se nëse tregtarët nuk i ulin çmimet, qeveria do të ndërmarrë masa adekuate. Porësia ime do të jetë e qartë, kriza po përfundon, qytetarët treguan tolerancë, tani është koha që atyre t'u kthejnë këtë dhe më njëherë të fillojnë me uljen e çmimeve të produkteve, veçanërisht të produkteve bazë ushqimore. Ne si qeveri kemi mekanizma për të reaguar nëse kjo nuk ndodh, nuk pranoj arsyetime dhe justifikime. Nëse në ditët në vijim nuk shihet reagim nga ana e tyre, do të reagojmë dhe atë në afat të gjatë. Ai më tej shtoi se nuk do të pranoj arsyetime dhe paralajmëroi kontrolle të përforcuara dhe inspektime nëse në ditët në vijim nuk pason reagim nga tregtarët. Produktet ushqimore bazë duhet të nënshtrojnë një korrigjimi, sepse qytetarët ishin tolerante dhe tani është koha që t'u shpaguajnë qytetarëve dhe do të bëjmë ndonjë krahasim se si janë çmimet në rajon, si janë çmimet e ne për disa nga produktet ushqimore dhe disa markete të caktuara. Nëse ka nevojë prej nesër, do t'i publikojmë me emër dhe mbiemër. Muajt e fundit ka pasur rritje të çmimeve të produkteve bazë si pasojë e rritjes së çmimeve të derivateve të naftës, të cilat u shtrenjtuan pas shpërtimit të luftës në Iran. Sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, shporta minimale sindikale për muajin qershor është vlerësuar të jetë 68.654 denar për të mbuluar shpenzimet bazë mujore.